Për shkallëzimi i konfliktit pas sulmit të përbashkët SBA Izrael ndaj Iranit, ka nxitur reagime të menjëhershme në Europë dhe lindjen e mesme, ku disa vende kanë bërë thirrje për diplomaci, ndërsa të tjera po vlerësojnë rreziqet për sigurinë dhe energjinë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjatë një bisede telefonike me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, theksoi se diplomacisë duhet i jepet një shans për të siguruar një paqe të qëndrueshme dhe afatgjatë në lindjen e mesme. Sipas presidencës turke, Erdogani cilsoi sulmen ndaj Iranit si shkelje e qartë së drejtës ndërkombëtare dhe deklaroi se Turqia ndan dhimbjen e popullit iranian. Nga ana e tij, Rutte u shpreh se aleanca mbetet e gatshme të parandalojë dhe mbrojë nga çdo kërcënim, nga çdo drejtim. Në Kiev, ndërkohë, ministri i jashtëm Ukrainas Andriy Sybiha tha se Ukraina mund të ndajë përvojën e saj në rrëzimin e dronëve iranian Shahed, duke pretenduar një normë suksesi deri në 90%. Ai shtoi se Kievi mund të dërgojë specialistët e vet në lindjen e mesme, ndërsa partnerët ndihmojnë në rritjen e një armëpushimi në Ukrainë. Ndërkohë, ministri italian i mbrojtjes bëri të ditur se vendet e Gjirit Persik kanë kërkuar sisteme të mbrojtjes ajrore dhe kundër dronëve, përfshirë sistemin franko-italian SAMP-T, por Roma sinjalizoi se disponueshmëria është e kufizuar për shkak të angazhimeve ekzistuese ndaj Ukrainës. Bashkimi Evropian njoftoi se do të mbledh grupet e koordinimit për gazin dhe naftën, pasi dërgesat përmes ngushticës së Hormuzit janë ndërprerë, duke shkaktuar rritje të ndjeshme të çmimeve të gazit në Europë. Për luftën në lindjen e mesme ka reaguar dhe presidenti rus Vladimir Putin. Ai zhvilloi të hënën biseda telefonike me 4 lider të vendeve të Gjirit Persik, duke paralajmëruar për rrezikun që sulmet e SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit të përshkallëzohen në një konflikt më të gjerë rajonal. Sipas Kremlinit, gjatë bisedës me princin e kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, të dy palët shprehen shqetësimin serioz për rrezikun real të zgjerimit të zonës së konfliktit, e cila tashmë ka prekur territoret e disa vendeve arabe dhe mund të sjellë pasoja katastrofike. Putin theksoi nevojën për diplomaci për të adresuar situatën që ai e cilsoi si jashtëzakonisht të rrezikshme. Nga ana e tij, princi saudit vlerësoi se Moska mund të luajë një rol stabilizues, duke pasur marrëdhënie të mira si me Iranin, ashtu edhe me vendet e Gjirit. Kremlini bëri të ditur se presidenti rus zhvilloi bisedë edhe me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ku të dy liderët theksuan domosdoshmërinë e ndalimit të armiqësive dhe rikthimit në një proces politik dhe diplomatik. Ndërkohë, në një tjetër telefonat me emirin e Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani, u shpreh shqetësimi për rrezikun e përhapjes së konfliktit në të gjithë lindjen e mesme dhe mundësinë e përfshirjes së vendeve të treta. Putin bisedoi gjithashtu edhe me mbretin e Bahreinit në kuadër të përpjekjeve për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të një krize që duket se po prek një rajon të gjerë.